vishja e gruas me kanatiere dhe veshja e djemve të ri me të mafje. Janë, do më thënë, këto mësues, mjek, Sa janë? Perimet janë për kopshtet dhe qerdhet. Ndërsa sasia e mishit është llogaritur, do më thënë, për llogaritur ato sasi krerësh që mbahen tani, do më thënë, në tufza, dhe pjesa tjetër, do më thënë, është llogaritur nga prodhimi i madh. Sa janë njerëzit në kopshtet dhe në qerdhe? Jo, rri, e bërë pyetjen ti. Këto janë njerëzit në kopshtet dhe në kopshtet, janë qerdhet, Sa janë? janë, do më thënë, këto mësues, mjek, Sa janë? Them të drejtën, janë 2.100.000 janë fshatarësi, do më thënë që përfitojnë nga këto, nga që disponojnë toka dhe mund të mbajnë tufza dhe copza. Rreth 400.000, tash unë nuk e kam parasysh sa janë kopshte në qerdhe. E po jo, se me që i kemi planifikuar? Jo, 400.000, Duhet të dini ju vetë. ja, shokura mis, tash kështu siç e di unë. 2.100.000 janë në fshat. 1.700.000 janë llogaritur në bazë të brigatave që kanë mundësi, siç është gjykuar tash, me tokën që kanë dispozicion, domethënë që kanë mundësi të mbajnë tufza dhe arza. Brigatat e tjera, siç janë brigata plehu, brigata ndërtimi, aktivitete ndihmëse, inteligjenca e fshatit, kopshtet qerdhe përbëjnë gjithsej 400.000. Po një furnizimi, kemi thënë, dhe atje është pranuar nga fshatarët, bëhet në bazë fshati, pra këtu është brenda edhe mësuesi, edhe mjeku, edhe ajo. Edhe në revistat televizive që i dëgjojmë, fshatarët flasin me gojnë e tyre, që furnizime bëjmë fshat që thotë. Unë si kam shifrat, po në rast se merë 2 herë nga kooperativa dhe 1 herë do të prodhoj tufza perime, unë nuk e shikoj dhe më thënë parimisht, sepse neve diktojmë edhe tokën që do të mjelli arza. Po përse do futemi në tje? Ne do të diktojmë edhe sa lopë do shtoj tufza, ajo brigata. Ne këtu do të diktojmë atë me plan? Për ne unë e quj këte nga pamje edhe metodës punës, të shi se kina përgjithësi për para partisë. Unë si e gjukova të sinjalizova në Këshillin e Ministrave. Të shi në rast se bëhet kritik, dhe më thënë, për punë e Këshillit Ministrave, unë them që ti nuk e reflekt drejt. Sa duesh, nuk e di sa duesh. Ti ta llogariqe, po unë të sinjalizova që nuk e quajtë drejt, që në tufzat të prodhohen 5.000 ton mish. Po janë 80.000 lopë, që themje. Do bëjnë 70.000 viqa, si kur gjymësin e këtyne, dhe më thënë, ta fusish majmëri, bëjnë më tepër se 10.000 ton mish. Prandaj, unë them që shtretama më atë që tha shokramisa, jemi pës jemi që... Po jemi mirë, po pës jemi... Ma mirë të themi. Ti thuhet nuk ka fare mundësi të shtojmë rezervat materiale, valutore e financiare të shtetit. Si ishte mundur ne që një shtet brenda një viti të mos krijojmë rezerva? Thuhet atje që dhe rezervat kanë vajtur në pikën më kritike. Më fal, tash se unë si kam marrë me vete, nuk është mirë të... Unë po them që ka ardhur prodhime dhe dorëzim të sheti. Jo kështu. Tash vjen problemi, kupton, se edhe sot ishte një artikull në Zërin e popullit. E kishë bërë Pavlo Gjidetet. Them drejt u bështjetësuse kjo punë. Tash atje duhet të vajtur të punojmë me njerëzit, të zbërthejmë këtë plan. Natyrisht, po ta shtu përgjegjësia është jonë sepse të tëra janë subjektive në fakt. Edhe që varen e para nga cilësia e punës tonë, do të thënë të institucioneve shkencore që kemi neve, në naftë, edhe të vetë në ndërmarjeve dhe shërbimeve teknike e teknologjike që kanë ato, dhe dyta, nga mungesa... Qa duhet bëjmë të shi? Nga mungesa e planit... Jo, ti marim shumë me ratë... Ja, do t'i... Jo, qa duhet t'i heqim këta njerës, t'i pushojmë? Jo, shukura. Duke filluar nga ti? Jo, shukura. E po si t'bëjmë atë? Po t'jem për te që të shti... Jo, po, ti nga thuaj që dopsia është subjektive tek ne. A e rësi t'bëjmë? E kam fjallën që në planifikimin e disa gjerave që nuk i kemi parashikuar ashtu si duhet i parashikonim. Pra këtu është dopsia e punës tonë. Cila është konkretisht, pse nuk u realizuar 90.000 tonë shi? Neve në vitin 87 nuk u dorëzuan 60 puse. 60 puse bëjmë 50.000 tonë naftë që... Po pse si dorëzove që? Nuk u dorëzuan se baza materiale në 87 me numërin e puset, planifikuar nuk u realizuar. Po pse më thua atëherë që i ka fajnë ana subjektive? Po, të është shokëramisht... Jo, të ashti, në fosemi si është, jenë biro politike. Po ne i kemi se ne në mbeten në të shokëramisht. Jo, nuk mbeten, në qofë se ka mungu baza materiale. Pra këtu është puna jonë që duhet bëjmë me pusin, e kam fjallën për shërbimet
teknologjike, shërbimet biologjike, instituti vetë, për të gjetur ato zona më produktive me debite më të larta për të garantuar pusin. Po, a kemi rritje në Mariz, neve kemi rritje 8% nga 87 në Mariz këtë vit, edhe në Sheqisht kemi 21%, por do të thoshja që këto kanë qenë disa nga pengesat kryesore që neve me gjithmonë jemi shumë borxhulli dhe unë ndjej veten time unë më ka kritikuar, më ka paralajmëruar biroja politike edhe për këto zotime që marrin për të arritur në kuotë dhe nuk kemi arritur. Prandaj edhe kjo unë veç mungesës bazë materiale, veç asaj që nuk janë bërë pusjet në kohë për mungesë bazë materiale, ka zvarritje nga ana e jonë gjatë shpimit të pusjeve. Kemi realisht. Ka nga ndonjëherë fryn një fortunë, s'kemi linjat në rregull, rrit 2-3 ditë, po aq është ajo. Po, më thanë dje kishin njoftuar kryeministrin që kishin ngrirë pusjet. Edhe kryeministri po kërkon stu. Prandaj këto janë tonat, do t'i njohim realisht. Edhe kryeministri duhet vjet ndjeni se ngrinë pusjet? Po pse nuk e dini që ngrinë pusjet? Jo, po juve jeni dhe specialist, pusjet nuk ngrinë vetëm dimër, ngrinë edhe në verë. Parade, a ere përse duhet kjo alarm? Do me thënë, realizon planin edhe kombinati i trikotajit, nëse lë 350.000 copë trikotaje, këto përgjithsisht janë trikotajet sipërme, që kanë të bëjnë me poliesterin, dhe kjo tregtia i kërkon ka drejt. 9 milioneve i kemi të pambukta, këto i kemi realizuar. Tashi një gjë kot, një kuriozitet, se biseduam dhe dje i qik me Viton, edhe juve të planit ma dhe në ndihmoni. Ka mungesa trikotajesh, ka ankesa. Është kaq e vështirë për ta kapur, sa do të jetë, sepse ne deri para 3-4 vjeç që kemi pas shumë, sa kemi pas problem. Pikërisht është fut një problem që na ka vështirësuar. Cili problem? Do të thënë, veshja e gruas me kanatiere dhe veshja e djemve të ri me të mbathje. Të dyja janë në ngushëlluar. Dhe këtu na ka dalur Do të thënë, ju në plan e keni parashikuar të mos veshin djemë të ri. Jo, po tash këtë sasi e kemi parashikuar më pa. Po dale xham, Këtu është diferenca midis nesh që ne kërkojmë 11.000 milion copë. Avash, prit mos u nxito. Do me thënë ne e kemi planifikuar që djemë të rit mos vishnin të pambukta. Deri para 4 vjeç kështu ka qenë. Po pra, dhe gratë të mos vishnin për këtë punë. Dhe na doli kërkesa rreth 12 milion copë trikotazh të brendshëm, kanatiere dhe mbathje. Ne marrim 8 milionë 900.000. Jemi zbuluar për 2 milionë e 300 deri 500.000. E ke orientuar Albkopin këtu ti? Tash kam futur e ke orientuar këtu? Rreth 1 milion copë në import në Albkopin nga Vumplan. Po pse një edhe jo dy? Po se janë dhe shtrenjtë. Janë pambukta. Si? Janë të pambukta dhe janë shtrenjtë. Po pse vetëm pambukta mundi se ka ndeshe? Edhe poliester mund? Për shembull, nëse mjet solëm 300.000 palë. Solëm 300.000, që është vërteta. Të brendshme. Vit në ashëm kivon 1 milion. Keni vënë? Unë e kisha më tepër si një fenomen, se si ndryshoj. Tashi realizon po Gradeci, realizon Shkodra, do me thënë kanë bërë shumë përpjekje këto, përveç veshjeve. Kombinati Stalin, themi të drejtën, a i kryon një deficit për më shumë se 1 milion metra dhe është nga gjerat më të renda për neve. Ne shukuramis pas kritikës tuaj, po thuaj se njerëzit tani ke mbajtur atje. Unë mund të flasë dhe me thënë që jo vetëm kemi mungesë të dim të organizojmë si duhet, po më duket edhe kompetence nga ana teknologjike për problemet e kombinatit. Tashti pas shumë përpjekjesh, ne kemi vajtur atje dhe pse kemi vërtetuar dhe një letër tuaj, kemi parë shumë anë, do thënë dhe anë politike dhe anë të teknologjike, po pas shumë ashtu, është bërë një studim një qik më mirë, bashkëpunim me kombinatin dhe këtu më duket se ka disa probleme që duhen mbajtur mirë parasysh. Përveç organizimit dhe drejtimit, dhe që nuk i hynë do të sepse tash është krijuar një gjendje mjaft e rëndo, është keqësimi i gjendjes së makinerisë. Makinerit janë amortizuar 35 vjet me 3 turne punojnë tek ne. Disa prej tyre janë që të vitit 1911 të shkruar. Të tjerat mund të jenë më shumë ose më pak.